dhe fillo të shpallësh atë që ti beson. Disa thonë, unë do të hap një shtëpi për fëmijët, unë besoj se do të hap spitale, unë besoj se do të ndihmoj njerëzit, unë do të shkoj në mision, unë besoj se e gjithë shtëpia ime do të jetë përpara Zotit, unë besoj për prindrit e mi, unë besoj për miqtë e mi, unë besoj se nuk është rastësi që Zoti më ka mbjellë në spitalin tim, unë besoj për familjen time. Dil në ankesa. A njerëz që prej vitesh nuk rriten sepse vazhdojnë të ankohen dhe të mendojnë për të kaluarën. Ktheje faqen sot në emër të Jezusit. Empower 2025, viti i trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror. Titulli i kësaj predikimi është Testi i besimit. Të shohim nëse keni besim. Dhe le të fillojmë duke lexuar Hebrejve 12:1, që është vargu me cilin do ta përfundoj predikimin dhe do ta filloj predikimin. Pra edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, të heqim çdo barë dhe mëkatin që na ngatërohet aq lehtë dhe të vrapojmë me këngulje garën që na është vënë përpara. Nuk e di nëse e dini, por 12 është përfundimi i kapitullit 11, ku ne flasim për heronjtë e besimit. Sot do të shohim kapitullin 11 për të parë nëse kemi besim. Dakord? Jeni gati? Hebrejve 11:1. Thuajeni ju që e dini përmendosh. Tani, besimi është siguria për gjërat që shpresohen dhe prova e realiteteve që nuk shihen. Atëherë, kjo fjalë siguri, ky libër është shkruar në greqisht, pastaj është përkthyer edhe në hebraisht dhe thot kështu: nga greqishtja besimi fjalë për fjalë, pra siguria, sepse thot çfarë është besimi. Në rregull, kjo fjalë është themel ose bazë, mund t'i referohet diçkaje mbi të cilën mbështetet një realitet, një mbështetje ose një substancë. Pra, për shembull, në portugalisht, në spanisht, ata nuk e përkthejnë si siguri, por e përkthejnë me një fjalë tjetër që jep kuptimin grek. Besimi është një lloj themeje. Si është besimi? Thomni. Është një themel, një bazë e sigurt. Çfarë është një themel ose një bazë? A duhet studiosh për ta bërë këtë? Shtylla e shtëpisë, përpara se të ndërtojmë një ndërtesë shumë të modhe, kemi një inxhinier këtu, më shumë inxhinier. Çfarë janë themeljet? Është baza, kemi arkitekt, inxhinier. Është themeli mbi të cilin mund të ndërtosh gjithçka. Më thuaj, ku mund të ndërtosh të gjitha gjërat? Amin? Një përkthim tjetër është realiteti. Filozofia tregon një realitet konkret të diçkaje, një thelb ose natyrë të brendshme. Dhe përkthimi tjetër është siguri ose besim. Në kontekste më praktike, kjo mund të tregojë një gjendje sigurie dhe besimi në lidhje me atë që dikush shpreson dhe pret. Pra, nëse përkthejmë besimin dhe sigurinë, besimi është një themel i fortë, do të thotë që gjithçka që ndërtojnë jetën time të krishterë e bazojnë mbi këtë siguri, mbi besimin. Pra, për kufizimi i thellë është siguri e plotë. Kur dëgjojmë dikë që thotë unë besoj, por nuk kam besim, kjo nuk ekziston, sepse besimi është një siguri. Është aty ku mbështes të gjitha bindjet e mia, zgjedhjet e mia. Është aty ku rritem duke nisur nga ti. Duke nisur nga kjo siguri, para se një person të ketë një takim me Jezusin, një përvojë me Jezusin, ai ka vetëm pasiguri. E drejta apo e gabuar? Ndoshta ekziston, kush e di, nuk e di, vi nga majmuni, unë vi nga njeriu. Nuk e di si është familja jote, në timen ne vi ma njeriu. Gjithsesi, secili ka familjen e vet. Ka njerëz që thonë unë vi nga majmuni dhe unë them, familja ime s'ka lidhje fare me tënden. Secili ka familjen e vet dhe kështu në shtëpinë tonë ne jemi njerëz. Gjithsesi, mbështeten tek ja. Tani le të shkojmë te Hebrejve 1:23. Në fakt, përmes saj, për këtë themel, për këtë siguri, të lashtët morën një dëshmi të mirë. Me anë të besimit, kur të them besim, ju më thoni siguri. Me anë të besimit, ne kuptojmë se botët janë formuar nga fjala e Zotit, në mënyrë që gjërat që shihen nuk janë marrë nga gjërat dukshme. Pra, me anë të besimit, unë jam e sigurt që bota është krijuar nga Zoti. Një herë këtu kemi pasur profesor Schroederin,
Nuk e di nëse ishit këtu. Profesori Schroeder është një fizikant kuantik. Është ai njeriu që duke bërë llogaritjet kuantike të fizikës kuantike e ka përshtatur botën e krijuar në 7 ditë. E kam thënë edhe herën tjetër kur kam predikuar se ka një nga ateistët më të mëdhenj të botës, ish ateist, i cili është kthyer në besim duke parë llogaritjet e fizikës kuantike të profesorit Schroeder. Nëse ju kërkoni atje, edhe në Sabo TV, profesor Schroeder, do të shihni që ai po shpjegon pse nuk ekzistojnë jashtëtoksorët. Për shkak të rreshtimeve të planetëve, kështu që hiqeni nga mendja edhe këtë. Dhe pastaj ai shpjegon llogaritjet kuantike. Sigurisht nuk është e lehtë ta ndjekësh sepse ka një mendje të jashtëzakonshme. Në fakt librat e tij studiohen edhe këtu në Universitetin e Milanos e tjerë e tjerë. Dhe ai ka bërë një studim të tërë, shumë të bukur, por unë mbaj mend disa persona, sepse zgjati një orë e gjysmë që vinte tek unë dhe më thonë, unë gjithsesi e besoja që më parë. E dija që u krijua në 7 ditë, sepse e besoja me anë të besimit, Zoti e tha kështu. Dhe ky është besimi. Atë që ai po thotë me anë të besimit, trego si është me anë të besimit. Siguria që më jep Zoti, unë besoj në fjalën e Zotit, dhe fjala e Zotit thotë se me anë të besimit, unë e kuptoj se botët u formuan nga fjala e Zotit. Amin. E di që dikush do të thotë jo, por shpërthimi ka ndodhur, nuk ka. Çdo gjë mund të ndodhë, por në fundit është Zoti që krijoi gjithçka. Amin. Ai thotë se me anë të besimit unë arri në këtë dhe se kjo nuk u nxor nga pamja e jashtme. Hebrejnë 11:4 thotë me anë të besimit për një siguri, një bindje, një themel, një marrëdhënie me Zotin që më jep këtë bindje, Abeli i ofroi Zotit një flijim më të shkëlqyer se Kaini. Nëpërmjet saj ju dha dëshmi se ishte i drejtë kur Zoti dëshmoi se i pëlqeu ofertat e tij dhe nëpërmjet saj, edhe pse i vdekur, ai flet ende. Po thot, tani do të bëj një galeri personazhesh dhe thot këta persona që ne kemi lexuar te 12. Faleminderit. Kjo turm dëshmitare përreth nesh thot se ai me anë të besimit nuk e dinte se çfarë do të ndodhte, por meqense donte ta nderonte Perëndin, ai përfundoi duke dhënë një ofertë më të mirë. Sepse ai e dinte se nuk ishte thjesht një ofertë për t'u hedhur atje, por ishte një mënyrë për të nderuar Perëndin. Pra, me anë të besimit, nëse ke besim, e nderon Perëndin dhe jep atij më të mirën, jo më të keqen. Një person që ka besim nuk i jep kurrë më të keqen Perëndis. Një person që ka besim i jep më të mirën. Një person që ka besim nuk ja jep Perëndis orën e fundit të ditës së tij, por ja jep orën e parë, ja jep momentin e parë. Një person që ka besim ja jep Perëndis gjithë ditën e tij. Nuk është aty, është e vërtetë, mund të ndodhë që të thuash tani kam nevojë, më kanë dhënë një punë të dielën, por nuk do të jetë puna e jetës tënde, sepse ti thua e diela është dita e Zotit. Asgjë nuk mund të më vjedh ditën e Zotit, sepse unë nderoj atë. Nuk është nga frika se do të shkoj në ferr, nuk shkruhet askund që nëse nuk vjen të dielën shkon në ferr. Është nga siguria që unë vi për të nderuar Zotin. Kjo është dita që ja kushtoj Zotit. Dhe kur një person ka besim, ky person e nderon Zotin, e nderon, Bibla thot nderoni Zotin me pasuritë tuaja. Nuk ka nevojë të jesh aty për të bindur njerëzit të jenë bujar. Një person që e do Zotin dëshiron të jetë bujar. Një person që e do Zotin shet diçka që nuk shkon në kishën e tij dhe thot nuk mund të jetë kjo shtëpia ime, unë do t'i rregulloj të gjitha. Ble mobiljet më të mira dhe kur ka nevojë për diçka në shtëpinë e Zotit, i jap një monedhë të vogël. Nuk ka nevojë as të kërkosh, një person që ka besim do t'i ofrojë Zotit më të mirën që ka, dhe kështu bori edhe Abeli. Hebrejnëve 11:5 thot kështu: me anë të besimit, Enok u rrëmbye që të mos shihte vdekjen dhe nuk u gjet më, sepse Zoti e kishte marrë. Në fakt, para se të merrej, ai pati dëshminë se i kishte pëlqyer Zotit. Deri në këtë periudhë në Bibël gjenim lind, vdes, kaq, lind, vdes, lind, vdes. Ja ku vjen një njeri që eci aq ngushtë me Perëndin, që nuk e pa kur vdekjen. Askush nuk kishte dëgjuar ndonjëherë për ringjalljen, për asgjë tjetër. Po kur Zoti e do dikë, ai gjithmonë ka një rrugë të privilegjuar për ata që ecin në Zotin. Kur ke besim, ndoshta nuk do ta shohësh vdekjen. Kjo nuk do të thotë se mund të mos vdesësh në këtë jetë, por do të jetosh përgjithmonë. Ani, sepse Zoti gjithmonë ka diçka më të mirë për të vetët. Më tregu si është Zoti. Ai ka diçka më të mirë për popullin e tij. Dhe ai thotë se Enoku nuk vdiq, askush nuk e gjeti kur trupin e tij. Ai u ngjit me Perëndin pikërisht sepse eci me Perëndin. Është rrëmbimi i parë në historinë e kishës. E dil,
se do të ketë një rrëmbim në qiell. Ka nga ata që besojnë, para, gjatë, pas, dhe ne nuk do të hymë në këtë. Por Biblia thot se vjen një kohë kur ne do të merremi nga toka, ku do të ketë shtrëngim të madh në tokë. Në atë kohë, apostulli Paul as nuk ekzistonte, askush nuk fliste për rrëmbimin në qiell, por kur ke besim, ke përvoja që askush nuk i ka pasur ende, sepse kjo marrëdhënie me Zotin tërheq këto përvoja. Amin? Pra, keni një trembyer të parë kur ata as nuk kishin folur kurrë për rrëmbim. Hebrejve 11:6 sot. Pa besim, pa këtë siguri, është e pa mundur, të themi sa e pa mundur, ti kënaqesh ata. Sepse kushdo që i afrohet Perëndis, duhet të besojë se ai është atje dhe se është shpërblyes i atyre që e kërkojnë me zell. Pra, parimi i parë, besimi ekziston që unë t'i pëlqej Perëndis, jo që Perëndia të më pëlqej mua. Amin? Sepse ka njerëz që lexojnë ndryshe. Që thot këtu, pa besim ti nuk mund t'i pëlqesh. Pra besimi, siguria në Perëndin, të ecësh me Perëndin, të besosh tek ai, është mënyra që unë përdor për t'i pëlqyer Perëndis. Shumë njerëz e përdorin besimin duke thënë se është Perëndia ai që duhet t'u pëlqejë atyre dhe fillojnë kështu: Zot, unë e di që do të më japësh një shtëpi, pastaj nuk merr shtëpinë dhe thua ndoshta nuk vi më në kish, nuk më dha shtëpinë. Atëherë, po, Zot, unë e di që do të më japësh këtë, atë tjetrën, pastaj dikush flet keq për ty në kish, unë nuk vi më kur në kish. Është sikur me qenë se Zoti nuk më dha atë që doja, nuk e dua më. Nuk është shkruar në Bibël, jam unë ai që duhet i pëlqej Perëndis, nuk është Perëndia ai që duhet të kënaq. Amen? Thuaje, shtyje lehtë mikun tënd se i thuaj, besimi të ndihmon t'i pëlqesh Perëndis, jo anastjelltas. Dhe kështu personi fillon për 1000 probleme. Ai nuk më shikoi, ai nuk më përshëndeti, i kërkova Zotit një makinë, një punë, nuk e mora dhe nuk erdha. Zoti nuk është supermarketi yt. Ai dashmodha Jezusin që vdish në kryq për ty, kjo do të mjaftonte. Amin. Dhe kështu, në vend që të thuash tani do të ndaloj së shkuari në kisht, tani do të ndryshoj kisht, do të ndryshoj diçka, do të ndryshoj veten, do të ndaloj së ndryshuar gjërat, do të filloj të ndryshoj veten. Sepse ka njerëz që janë të vështirë, ka njerëz që duhet të bëjnë gjithçka sipas mënyrës së tyre. Pra, unë ndryshoj mentorin, unë ndryshoj grupin e jetës, unë ndryshoj kishat, unë ndryshoj personin. E vërteta është se duhet të ndryshosh veten, jo mjedisin. Ndrysho të lutem, ndrysho, duhet të ndryshosh. Sepse kur një person ka ndryshuar, ai dëshiron të shërbejë, nuk dëshiron të shërbehet. Ajo dëshiron të bëjë më të mirën për tjerët, jo më të mirën për veten. Po mirë. Kush e di, ndoshta krishterimi të ndihmon të kërkosh më të mirën për tjerët, jo më të mirën për veten tënde. Dhe është e njëjta gjë, ti përpiqesh t'i pëlqesh Zotit. Por jo, ne jetojmë sikur Zoti duhet na jap gjithmonë, nuk funksionon. Ka njerëz që kanë ndryshuar mira grupe jete, mira mentor, mira kisha. Ka njerëz që thonë isha te kjo, pastaj te ajo, pastaj te tjetra. E kuptoj që ndoshta po kërkon një vend dhe po ndryshon një mjedis me një tjetër, por kjo nuk mund të ndodh. Unë kam ndryshuar 25 kisha. Nuk e di nëse kjo do të funksionojë për mua. Ndrysho veten, amen. Duhet të ndryshoj. Aleluja, unë shoh de Anila. Atëherë, Zoti nuk është këtu për të bërë vullnetin tënd. A e ke thënë ndonjëherë lutjen aty ynë dhe është bërë vullneti ynë? Sepse ka njerëz që luten kështu. U bë vullneti im, ashtu siç e bën ti atje, bëj timen këtu. Jo, Bibla thot, u bëft vullneti yt, unë dua të bëj atë që të pëlqen ty. Një person që ka besim përpiqet t'i pëlqej Zotit, nuk përpiqet t'i pëlqej vetes. Amin. U bëft vullneti yt. Unë do të doja të shkoja këtu, por Zoti më thot shko atje. Unë shkoj atje. Kur e njoha Jezusin, doja të bëhesha mjek geriatrik, shiko ku jam tani. Nuk ka as plaka këtu, kemi edhe një shtëpi plot me të rinj. Nuk ka ansi. Por sepse unë dua, ka njerëz që thonë, sepse unë dua të këndoj. Mirë, pyetja ime është, po Zoti do që ti të këndosh? Sepse ndoshta ti do të këndosh, po Zoti thot shiko, edhe pse ti do të këndosh, unë do të doja atje duke u kujdesur për muzikën. Jo, ndoshta unë do të doja të kujdeseshe për diçka tjetër. Duhet ja kërkosh Zotit sepse është vullneti i tij që ka rëndësi. Amin. Oh, perfekt.
Hebrejve 11:7 shkruani tekstet tuaja të besimit më poshtë. Me anë të besimit, Nohu, i paralajmëruar hyjnisht për gjëra që ende nuk shiheshin, me më shumë frikë përgatiti një ark për shpëtimin e familjes së tij, dhe me besimin e tij, me sigurinë e tij, këtë themel dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që vjen nëpërmjet besimit. Kush e do Zotin, dënon botën, nuk bashkohet me botën. Thuajeni ashtu siç është. Kush e do Zotin, dënon botën. Nuk është mik i botës. Bibla thotë se kush është mik i botës, bëhet armik i Zotit. Çfarë do thotë të jesh mik i botës? Do thotë që nuk të pëlqen të shkosh për ski, të shohësh një vend bukur? Jo, nuk të pëlqen sistemi i kësaj bote. Sistemi i kësaj bote predikon diçka, dhe ti thua më vjen keq, unë nuk jam në sistemin e kësaj bote, unë jam në atë që thot Zoti. Por në sistemin e kësaj bote gjithë shkojnë në shtrat me gjithë. Vjen keq, dhe nëse ka një burr që thot, nëse ti më do, sepse kështu është, nëse ti më do, rri me mua, ti thua, vjen keq, unë të dua ty, por e dua më shumë Jezusin. Unë nuk do të hyj në sistemin e kësaj bote. Ose nëse ka edhe një pushtuar nga djalli nga ana tjetër, ndoshta edhe në kish që të thot hajde të rim bashkë gjithë jetën dhe ti thua jo, më vjen keq. Sepse ai që nuk të ka pranuar në altar, nuk mundet të shtrihet në shtratin tënd. Martesa është një marrëdhënie beslidhjeje. Nëse dikush nuk të nderon në altar, nuk do të nderoj as në shtrat. Por të gjithë e bëjnë. Unë nuk jam si të gjithë. Ta themi të gjithë bashk, unë nuk jam si të gjithë. Pra, nuk ka rëndësi nëse ai tipi që punon me ty të detyron të gënjesh për të punuar, lëre atë punë. Po mami, do vdes urie. Më mirë të vdesësh urie, edhe pse Zoti është i drejti nuk do të lyp bukë. Më mirë kjo, se sa të jem në një punë ku duhet të gënjej. Më vjen keq, por kështu bëhet, unë nuk e bëj kështu. Të gjitha bëhen në të zezë, unë nuk i bëj të gjitha në të zezë. Unë e urrej sistemin e këtij bote, unë e dënoj sistemin e këtij bote. Amin, nuk ka ta bëjmë kështu. Ai që ka besim, e dënon botën. Thuajeni me mua, ai që ka besim, e di. Thuajeni me mua, e di që Zoti po më sheh. Ai që ka besim nuk është i shqetësuar për atë që thon tjerët. Ai që ka besim është i shqetësuar për atë që thot Zoti për mua. Sepse Bibla madje thot që disa, duke gënjur, kur ti je besimtar, disa do të thonë çdo lloj të keqe kundër teje, sepse i përket krishterimit. Po, ai ka fol për mua, në punën time më kanë. I përket krishteringet. Qeksohu, amen, ai që ka besime dim adje që ndoshta do të ketë dikë që do të thotë, nëse ti do të jesh besimtar, unë nuk dua të jem burri yt, gruaja jote, kushëriri yt, çfarë do qoftë, miru pafshim dashuri, lam të mirë, unë tashmë e kam marrë vendimin tim. Dhe Bibla thot, edhe nëse babai yt dhe nëna jote të braktisin, unë do të jem aty me ty, po kur ti ke besim, sepse e di që ndonjëherë ne mendojmë se besimi është vetëm për të marrë. Besimi është edhe për të marrë, por besimi nuk është vetëm për të marrë, është një pjesë e jetës së besimit, është me besim që merren premtimet, por jeta e besimit nuk është vetëm për të marrë premtimet, me besim ka shumë gjëra të tjera. Kur ke besim, mund të përballosh përndjekjen. Kur ke besim si Noe, mendo, vendose në kokë kështu, unë jam Noe, vi në shtëpi dhe them do të ndërtoj një ark, dhe njerëzit thonë, po ti je i çmendur, çfarë bën me arkën? Ai atje që ndërton arkën. Do të vinë kafshët, mendo për familjen, fëmijët, po si ka mundësi? Por kur ke besim, ke forcën për të bërë diçka edhe kur askush tjetër nuk e beson. Edhe kur të gjithë thonë se nuk është e vërtetë, ti nuk mundesh, nuk e bën. Nëse ke besim edhe nëse ke 1000 jo përpara, ti vazhdon të ecësh përpara duke ndjekur Jezusin. Amin? Besimi është qëndrueshmëri. Thuaj me mua, besimi është qëndrueshmëri. Dhe bëj çfarëdo që bëj duke e ditur se Zotit, ai është në mua. Askush nuk më sheh. Nuk ka rëndësi. Në fakt, unë mendoj se ajo që bëhem kur askush nuk po na shikon, është ajo që na përcakton vërtet. Amin? Sepse ne jemi të aftë, jemi të mirë para të gjithëve. Proverbat 15:13, kështu. Sytë e Zotit janë në çdo vend, duke vëzhguar të këqijtë dhe të mirët. E këqijtë të mirët. Danieli 2:22 thotë: ai zbulon gjërat e thella dhe të fshehta, njeh atë që është në errësirë dhe drita banon tek ai. Prandaj dua të jap këtë lajm të mirë, edhe nëse ti thua, jo, por unë vjedh fshehurazi, shefi yt mund të mos të shoh. Por unë shkoj në kishë dhe pastaj fshehurazi, unë mund të mos të shoh.
por ka dikë që të sheh. Më kujtohet një herë, vite më parë, një pastor që na tregonte këtë batut, ku thoshte se vinë 2 djemë që ishin besimtar, pra ishin në të njëjtin grup, ishin pak të mërzitur dhe thonë: "E di pastor, donin të tregonim. Kemi rënë në tjerë. Dhe ai tha: "Mirë, Zoti mund t'ju fal. Mund të fillojmë nga këtu." Atëherë ai shikon dhe u thot: "Hiqni rrobat dhe bëni seks para meje." Dhe ata i shikojnë dhe thonë: "Po pastor, je i çmendur?" Domethënë, duke menduar, je më keq se ne, apo jo? Çfarë po ne kërkon? Dhe i thot: "Pse nuk doni ta bëni para meje?" Sepse është diçka e neveritshme, është diçka e tmerrshme. Dhe i thot: "Para Zotit është në rregull, po para njerëzve nuk është?" Interessante. Déjame pensar. Es curioso. Le të vazhdojmë. Hebrejnëve 11, 8, jo, 19. Këtu hymë në historinë e Abrahamit. Me anë të besimit, me anë të një sigurie, me anë të një themelit fort, Abrahami ju bind kur u thirr. Më trego si është. Kur Zoti më thret, nëse kam besim, unë bindem. Bindja me vonesë është mosbindje. Kur ishe i vogël dhe mamaja të thoshte, bëje shtratin, nëse bëje në mesnat, ishe i bindur apo i pabindur? E bëre shtratin apo nuk e bëre? Por e bëre në momentin e gabuar. Kur Zoti thret, është tani. Por kam frikë. Mos bindje. Besimi përgjigjet me njëherë. Në të si është, besimi përgjigjet me njëherë. E shkonte në një vend që do ta merrte si trashëgimi. Dhe ai ku pa e ditur, thuaj si: "O e ditur." Ku po shkonte ai? Po Zoti më that leja gjithçka për t'u zemëruar, por si do ta bëj, si do të paguaj, nuk e di. Ti shko, pastaj Zoti do të kujdeset. Kur mora thirrjen time, Zoti më tha: "Ti shkoni te li." Ti thua, çfarë kishe le dali? Asgjë, vetëm disa numra telefoni që kur i telefonoja më dilte Telekom. Nuk ishte of kont. Se kështu? A ishte e lehtë bindja? Jo, disa thonë, nëse gjithçka shkon mirë, është nga Zoti. Nëse gjithçka shkon keq, nuk është nga Zoti. Por edhe nëse gjithçka shkon mirë, mund të mos jetë nga Zoti. Ka njerëz që u ka shkuar çdo gjë mirë në jetën e tyre, dhe ajo mirësi i ka larguar nga Zoti. Ka njerëz që kanë ardhur në Itali pa pyetur Zotin. Fëmijët e tyre sot kush e di ku janë, nuk janë më në kish, kanë humbur parat dhe po jetojnë një jetë ferri. Nuk ka lidhje. Mund të duket se në fillim gjithçka është mirë. Ajo që mësojmë kur kemi besim. Faleminderit, është se edhe kur gjithçka shkon keq, nëse Zoti më ka thënë, unë qëndroj pa lëkundur derisa të shkojë mirë, sepse nëse ai ka thënë që do të shkojë mirë, do të shkojë mirë. Nuk e di si, por do të shkojë mirë. Kjo është besimi. Këtu është vendi ku ndërtoj historinë time. Zoti më flet, unë jam e sigurt dhe prandaj bëj një hap. Pastor, po nëse bëj një hap besimi dhe nuk ishte Zoti, po ishte një spec që hëngra ndart dhe pastaj pash një ëndër. Më ndëgjoj, Bibla thot kështu. Çdo gjë që nuk është fryti i bindjes është mëkat. Pra, nëse unë lëviz vetëm sepse më ka thirrur kushërira ime dhe më ka thënë do fitosh më shumë në Itali, pastaj nuk është e vërtet, por kjo është një çështje tjetër. Nëse unë lëviz me sigurinë që më ka thënë Zoti, edhe nëse jam gabuar, kam ngërën specin, nëse ishte sepse isha e bindur që ishte Zoti, ai do të më shpëtojë. Sepse ai shpëton me anë të bindjes, jo me anë të vendimit. Amin. Kështu që ai largohet pa ditur se ku të shkojë. Me anë të besimit, ai banoi në tokën e premtuar si në një tokë të huaj, duke jetuar në tenda. Më parë, Abrahami jetonte në temba. Jo, Abrahami jetoi fillimisht në një qytet, pastaj jetoi në një qytet tjetër. Dhe për t'ju bind Perëndis, ai duhet jetonte në tenda. Ka njerëz që më thonë, shiko, sepse unë kam bërë këtë për Jezusin, kam dëshuar punë, kam dëshuar shtet, tani po punoj si pastruese, ndërsa më parë isha avokate. Në rregull, edhe unë kam punuar si dado, edhe unë kam pastruar. Dhe ti thua, po mund të bëja gjëra tjera, në vendin tim isha më mirë. Po për t'ju bind Perëndis nuk ka rëndësi. Sepse ndërsa unë pastroja, shikoja lart, duke ditur që premtimi ishte më i madh se ato pastrime. Ndonjëherë, kur i bindesh Perëndis, duhet kalosh një moment për uljeje. Nuk ka problem, sepse ti nuk mbetesh në momentin e përuljes. Ti do të qëndrosh atje ku ai do të të çojë. Dhe sot, ashtu si Isaku dhe Jakobi,
trashëgimtar bashkë me të njëjtës premtim, sepse ai priste qytetin, priste thoni si priste, qytetin që ka themelet e vërteta, ku arkitektik e vendërtuesi është Perëndia. Ai tha, nuk ka rëndësi, sepse unë nuk jetoj për ato, për çadrat e sotme. Unë jetoj për ato që do të jetoj me Perëndin. Unë dua të jetoj atje. Dhe thot, me anë të besimit, edhe Sara, megjithëse se ishte shterp dhe jashtë moshe, mori forcën për të ngjizur dhe lindi, sepse e konsideroi besnik ato që kishte dhënë premtimin. Pra, një grua që ishte 90 vjeç, me gjithçka i kishte rënë, sepse në atë moshë, në këmbë, ndoshta vetëm kockat mbeten. Imagjinoj këta të dy, ai 100 vjeç, ajo 90. Sigurisht, në këtë mosh, ata nuk ishin mundësi të kishin fëmijë, apo jo? Pikërisht për këtë arsye, Bibla thot, edhe Abrahami ka qeshur pak më parë, thuhet vetëm për të, por nëse e lexon mirë historinë, dikush thot, Zot, nuk mund të ma jepje këtë 30 vjet më parë. Kur isha mbjerë? Në moshën 40, 50, imagjino kur ajo është 90 vjeç, shikon veten dhe asgjë nuk është më si më parë, dëgjon engjëllin që thot, ka ardhur koha, do të keni një fëmijë. Që pastaj nuk është se pati me një herë, apo jo? Do të keni një fëmijë. Ajo filloi të qesh, si për të thonë, Zoti është gabuar. Ka folur me një sar tjetër. Ka ndonjë sar tjetër këtu në kamp që është 30 vjeç? Po thot, ajo pati besim te premtimi. Kur ke besim, edhe nëse trupi yt thot jo, edhe nëse mjeku thot nuk është e mundur, me besim gjithçka është e mundur. Edhe çmenduria e një shtatëzëlie. Në një moshë kaq të çuditshme, sepse besimi është besim, është një siguri mbi natyrore që Zoti e vendos në zemrën tënde, dhe ti nuk e hedh besimin në ajër, ti e hedh te premtimet e Zotit apo jo. Dhe vazhdon duke thënë, prandaj nga një person i vetëm, tashmë i dobësuar, lindi një pasardhje shumë si yjet e qiellit, si rëra buzdetit që nuk mund të numërohet. Ju e dini që Zoti u ndryshoi emrin Sarës dhe Abrahamit apo jo? Nga Abrahami në Sarë. Sara, e dini çfarë do të thotë njëri dhe Pietri? Do thotë ati i turmave. Pra, imagjino që nga sot mos më quaj më kështu, që nga sot mos më quaj vetëm motër, më quaj nën e shumë njerëzve. Ata nuk patën fëmijë. Sepse besimi i quan gjëra që nuk ekzistojnë sikur të ekzistonin tashmë. Tani, mendoj se ai e shikoi dhe sa nëna e turnave. Dhe sa më shumë që e thoshte, aq më shumë e besonte, sepse thoshte vetëm Zoti mund të bëj këtë marrëzime jetën tonë. Ati turmave, safnike, aslla. Mendo sa herë prezant kuaj. Mirëmëngjes, si quhemi ju? Ati turmave. A ka shumë fëmijë? Jo, atkush. Dhe ajo mbretëresh, nëna e mbretërve, premtimi i Zotit për Sarën është: ti do të jesh nëna e një brezi, mbretër do të dalin nga prejardhja jote. Sa fëmijë keni? Askush. Më quani nënë e shumë kombeve. Amen. Ndonjëherë na duhet i telefonojmë fëmijët tanë dhe gjëra tjera sikur të ishin tashmë kështu. Do të fillojmë të flasim tani. Kur fillova universitetin në Milano, doja një bursë, por nuk isha para. Dhe askush nuk më kishte dhënë një bursë, por isha e bindur që do të merrja një bursë. Thash, në një mënyrë apo tjetër, Zoti do të kujdeset për mua. Meqense doja absolutisht të isha në gjendje të zgjidhja, nuk doja detyrohesha, meqense nuk kam çfarë të bëj, shkoj dhe i shërbej Zotit. Unë them, jo, gjithmonë duhet kesh diçka për të lënë pas, apo jo? Çfarë i lash Zotit? Ka njerëz që thonë, unë nuk kam asgjë, çfarë po lopra? Dhe pastaj më thanë, si do të shkosh në universitet? Po thoja, ka disa njerëz që më dhanë bursë. Dhe ata thanë, cilat janë emrat e tyre? Nuk e di ende, por e di që do të ma japin. Dhe mendoni vetëm, pas 2 muajsh, një çift nga Sicilia, që sot nuk janë më me ne, Zoti u avuri në zemër që të më siguronin të gjitha shpenzimet për studimet e mia. Kam 2 muaj që telefonoj duke thërë, do të kem dikë që do të më financoj, Zoti do t'i prek zemrën dikujt. Sepse kur Zoti të thot diçka, ti i thret gjërat, edhe kur ato ende nuk ekzistojnë. I kam treguar tashmë këtu historinë e një zonje që ishte një këngëtare shumë e njohur, nga Rio, nga të gjitha ato gjëra, samba, djali i saj hynte në shtëpi me bebza të mëdha, e dini që bebzat e mëdha do të thotë kokainë, apo jo, mam? Nuk do të thotë që nuk kam fjetur gjithë natën, sepse syri e shkrejt i zi nuk ka të bardhë. Arrinte në shtëpi me bebza të tilla, plotësisht i droguar për të takuar nënën e tij dhe ajo gjithmonë i thoshte: hyr misionari i Zotit që do të predikosh ungjillin në të gjitha kombet.